Unë sa herë që jam në aeroport, ku e kam pasaportën? Ore sekondë, do ulem, do qohem, do vete të blej diçka për të ngrënë, me që udhëtoj edhe me djalin shpeshë, edhe e kam mendjen gjithmonë, i humba këtë moment pasaportën, këtu po udhëtoja me burrin, edhe e kisha mërzitur dhe një qik aty atë të shkretin, se shtë bënde edhe ai, më thoshte në mi ti mbaj unë, i thoshe, je mirë, të mbash ti pasaportat, si kur ti humbash? Më thoshte, më e lehtë është ti humbësh ti, nga angti që ke, se sa ti humbas unë. I thoshe, jo, se unë nuk i humb. Edhe pastaj arri e kërkoj ore sekondë. Deri sa jemi në aeroport, deri sa harrimi, që zbresim nga taksia, deri sa presim atje aeroplanin, deri sa të hipim në aeroplan, që të futem brenda në aeroplan, edhe pastaj kur jam ulur, më duket sikur do më bien nga te koltuku që jam ulur, kërkoj në të, kërkoj ande, kërkoj këtej. Më thoni tani vetëm që nuk jam vetëm unë që bëj gjëra të tilla, po kam edhe shoqe të tjera, aman.